Në të gjitha zgjedhjet, javën e fundit e merr buxhetin e shtetit dhe shpërndan qytetarëve në nevojë. Kjo është 4 polë zgjedhje kemi pas. Nuk mundet 4 herë me qenë e rastësishme. Në të gjitha zgjedhjet, javën e fundit e merr buxhetin e shtetit dhe shpërndan qytetarëve në nevojë dhe kur t'jap dikush parë, gjithmonë krijon një ndjenjë të mirë. Tu e dëmtu buxhetin e shtetit, tu e dëmtu planifikimin, bashkë nuk po lodhet heq për atë punë. Tash unë si qytetar, megjithatë ti je gazetar, unë jam kandidat, fuqinë e kem, sfarë që e kem. Unë me këtë kapacitet më duhet me dalë në garë me dikon që sapo i ka shpërndar mbi 100 milion euro. Po s'po është e barabartë gara sipas jush. As nuk është fair, as nuk është e barabartë, edhe është e mardhimshmja që është. Është e krijuar, është e bazuar në mashtrim, se po u jep njerëzve pare, po a krijon njerëzve idenë, iluzionin që ka me majt me ka 100 euro. Edhe me rënda që është, po e qunë këto si rezultati politikave zhvillimore. Nuk ka të bëj me zhvillim kjo punë. Ku janë